Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Ju përshëndes nga fshati Bardh, komuna Malisheves. Se di pse e kam këtë ndjesi kaq të mirë kur e përmendi emrin e kësaj komune, disi kretë atë energjinë e keqe. Unë shumë pak mundë me pas energji të keqe brenda vetës, por për aq pak sa kam krejt e hiku, komuna Malisheves. Hajde të shofëm se për çka njihet ky fshat, si janë banorët në këtë fshat. Tytyt! E shumë çka tjetër, juve ju mbetet vetëm me qëndru me neve deri në fund të emisionit. Mdohet për fillim si për adet. Oj zoti shpis, se s'kam si ja bëj ndryshe. Hajde sa shtëpi e bukur. Oj zoti shpis! A ke buko me na dhona. Na sot, edhe në këto ditët të më dimër, në gëdojmë buk. Përshëndetje! A do një musafir? Mirë si ju gjemë, por më do të më ju të regu që jo me kamerë. A e keni problem? Faleminderit shumë! Me të pona më bjem ja u pagu shtrejt, s'kam llogariva loj më shka roga. Si je? Mirë si ju gjetëm, Dorontina, si jeni? Edhe zoja shpis, familje, e modernizume, si je Dorontina, a jeni mirë, a jeni lodhë? Qysh jeni, qysh po kaloni? Shumë mirë. Apo vini? Me knatësi, po jemi brenda, na mezës po presëm me naftu dikush se ftoftash. Di, merë edhe intervistat nuk shkojnë. Edhe intervistat. Faleminderit shumë. Që e flosën bili me të nëzet. Na është të kështë fjallë të nëzeta i tuj? Gruja e tha një fjallë shumë të mirë, dimër e verë, tha, dohet me ftu. Ju lumët. Me knatësi po hy, që se shumë një, që se dhe rritë në pak, se për mbjej noti pa papuqe. Gjomi dhe papuqet nolta. Fillimisht me qëtë mi më dohet pak një reklam shtiklat, mi ka gjete zoja shpis me qëropat bardha, sa mirë po më rrinë, mos më mënirë të kompë. Inderum, falemderit shumë për pritjen, është knatësi me qenë në një familje tipike shqiptare. E pata një pritje shumë të mirë. Se herët, na jemi knatësi, qka të mojmë diçka, ose qka dini, qka të këpët një, me bo një bised për fshate, për çdo sen, qka ju interesën o fjolla. Njeve na interesën fillimisht për fshatin, tani qka del mas fshatit, të po të bo. Po, të fshati, mas shumë të qka ju interesën. Si është si fshat, fshati Bardh? Fshati Bardh, si fshat, o fshat i jashtë. I ka rreth 234 shtëpi që të pari i ka. Fshati mirët ma shumë të shka me thonë, ka tokë, bujësi, po të është bujësia veç nuk e përdorë kush gati kërkush hiq. Kështu që ma shumë të ka kapë edhe Gërbeti. Muj me thonë që 50% fshatit janë mërgjimtarë. Edhe kështu që ashtu për du të një kalunën, se shtëpi bujësie si Bisenën nuk ka. Po, me që është lanë ana shke pjesa bujësis, ando që dhe shumica është një ndër arsye që edhe e kam braktis fshatin. Qa në pyetje krejt është. Krejt në pyetje është që këtu nuk i është problematikë, tash që unë po flasë për djallin temë, unë një djallin e kam, a i në punë shkën Prishtinë. Pikë ujtë shkën Prishtinë. Këtu nuk ka vend komuna si komunë, shama komuna Malisheves nuk ka shansë dikon me punësu, shama një punëdore, një kam duhet në përket kësur me dalin me punu, se po këti që ka morë mene me dalin nërgjim, kështu që anol këtu, edhe këtu punon e jeton e gjitha këtu. Mirë që e ka gjithë vetën edhe është ofër juve. Po, e ka gjithë ofër kështu që fshati si fshat, gjitha të mirat i ka. I ka 2 shkolla, ka ujësielësin,
ka kanalizimin. Vetëm amballon të mund bënë. Për amballon dhe kemë në amballonit që të është ofre, se? Oferi. Po, ofre. Po besoj që nuk u konë e arsyeshme me ndërtu edhe këtë. Ma e arsyeshme se e këtu, se i përket si fshatit, i ka të gjitha. Me gjithë që rrugën veç e patë. Këtë rrugicat në për fshat, edhe rrugë kryesore shkajnë janë të asfaltume. Kështu që nuk ka diçka për me djesh me zhvillu jetë, nuk ka jetë e vështirë. Edhe pse jem si fshat malor, nuk është. Rrugët janë kush do me punu, me jetu, mirë është, ki gërbegjie, ki shalje punojnë, çdo kush pa marrë parasysh. Çka i do të fshatit domosdoshmë me pas? Fshatit domosdoshmë me pas, nuk po di çka thom tash. Shkollën e ka. Megjithëse 2 shkolla janë, po njëna është tash e kemi lënë për këtu çka është si thuj për të pa me si oda sene më thotë. Oda fshatit. Oda fshatit. Edhe kështu që kanalizimin e ka. Ka një ujësjellë që është. Për momentin, si fshat, shka jemi da vetëm që të rrymë shka jemi në krizë për rrymë. Krizë jem gjithandej. Ama është, po si do mos komuna Malishevës, na si Malishevë gjithmonë këtë kohë, ku vi mërgjimtarët, vujnë për rrymë shumë. Se si komuna e Malishevës, na është një trafë është shumë e vogël. Nuk i përballon. Si përballon gjitha Ka kapacitet. Ka kapacitet. E që kjo rrymë neve, mas shumë dedimit na kemë problematikë. Se po që tërsanë si fshat, nuk po di A ka biznese private këtë fshat? biznese, Familje që i kanë bizneset e veta. biznese këtu në fshat nuk ka, po dikush që i ka, ose në shaman Malishia që onë qendrë, e ka një dugoj, një diçka, pa ma parasysh. A kështu mërënë në fshat, është një kafeteri që dalëm shaman, e pim një kafe, janë një 2 dugoja, nuk i mund varë. Ka shaman, nuk me thonë që jemi mjetë keqë shumë keqë. Aty po besojmë mblidhni bashkë vendaset edhe kaloni kohë. Çdo mëngjes në kafe mblidhem aty, bisedojmë, pim kafe me bashkëtarë aty. Kështu që jo me thonë nuk është më fshat i mrapametën. Jo. Është ndërtu shtëpia të mira, ka ndërtu tash me krahasu po i para lutës çfarë çusha ka, mund me thonë që 99% ka ndryshuar, ka shumë ka ndryshuar. E kështu që fshati si fshat i ka që më shka i hynë jetesës, i ka shkollën e ka kanalizimi u sjellë si gjitha ato. Përveç ju si banor që keni kontribu për fshatin, për zhvillimin e fshatit, po më intereson pjesa Mërgatës sa ka investu në këtë fshat. Fshata e Mërgatës ka investu bëllë. Përveç shtëpive të tyne që i ka ndërtu. Të tregoj si fshat që kjo rrugë shka lidhë për Bellanisë dhe këtjerët në fshat, vetë në banorët që rrugë kryesore kemi asfaltuar. Ujësjellësin e kemi prunë vetë. Ka kushtu rreth atër në të kohë, pra 15 vjetë rreth edhe 100.000 palesa ka kushtu. Na si fshati kemi asi. Tani ndërtimi e shamallja i shkollës, me remetimi asoj odës, gjitha ku dhe për Varreza, ku ipet, shamu ku ka nevojë diçka fshati, Mërgata financen. Edhe kështu që nuk ka diçka, me thonë që jem mund gjesh diçka që nuk financon, ka do që lypet diçka. Mërgata jenë të gatshëm. Gatshëm, Qaj është më rëndësi. Ja, Mërgata ndihmon me ka na ismoj, dikush që zot na ul që ka nevojë në ndihmë, i qesin para. Po këto familje që janë në kushte shumë trona. Po Jenë ashtu një mesatar. që unë jo mesatore një po thëmë, bujnë me konën një familje ose 2 që njerës që bujnë bëni mu. Edhe ata, është një familje që i ka dhe fëmijë të smutë, kështu, se jo, këtë normalin, shpijet e mira, punojnë, gjallojnë, nuk ka kështu po t'jone pa shpije ose me intervenu dikush si halli ka sadi me marrune shpije, nuk ka. Ja, nuk ka. Këtu këtë janë vejë më shkurt. Edhe si fshat malor, po mund të thonë që çdo sa është në rregull. Po, këtë pozitë ka të mirë që e ka fshati, a mendoni se e keni shfrytzuar mjaftueshëm edhe me vend ashtu? Po tash po di që më thonë.
Keni toka private shumë për shembull ju? Keni toka private kështu Toka shumë? private, Ora, fusha. fusha, krejt që të si dolim që ta qanina, krejt janë po nuk punuan. Veç ka kush i punon. Nuk punuan. Nusën po ta shë nusën e paske Ka dihet mu. me hytë në bon. Apo të ngan. Hiç. Allah ju. Që s'po të ngan. Po s'pa ngona, po sa më bonës. Hajde nuse këtë tëne, hajde nuse reja jeme. Hajde flosëm pak. Edhe mirë odi, edhe kjo kokë marrë. Po. Edhe në ka marak, vëlloj, nashti kum gjoka dojt, drenic me topona me defa, mi lypi toponat me fillim, po valloj me pas dit mi mor do topona. Nashti e martan ju dikon verës, ju vi prap. Po, Allah mirë se vjen, se pa pas dosh me na, është e pa mësh me vjena. Se është, mas po që unë në shpitem, ko, ma olla këzojt e këzu. Ashtu e dënë tradita jonë, për këta dhe njihemi. Mirë jeni? Mirë. Familjen? Mirë. Qish po kaloni? Po mirë. Mu bo shumë qefi që keni dollë, më keni prit qeft. Nuk pat nevoj kjo me hi me ndruna i bluza, me i kre pak flet, heq, shumë mirë, ju lumë. Unë që ditë na, bili këndo fshotra ku dëvëll që ma dikush e ikni që ti i pytë për punë kamerës e Po, sana. edhe juve ju pyta. Po njerëz bërë jemi. Po normalisht, une para se me përfundu ju fjallën si janë ndërpreva, une gjdo here ju të regoj që jam e kamerë dhe në rase për shambull që po e zhvillojmë intervjisën edhe më thu jo mosëm që të kur njët nuk e qes se s'kom tendencë më shku dikon me qitë me zërë ose me bo me undike, qëta më puna. Në kusho jetojme, jemi shqiptare, tradita dik jemi njajta, kushtet, shqyqyr, pse unë mas me thonë, mos më ti mund kam bjerë, për shka, unë edhe sakat në kofsha, Ajo është normale se vjen prej Zotit. ti e orë për jetë, jema se interesun, shaton me orë, me bo një bisjet, që shjetojmë, të kjetojmë, qëfar kushte, a ke mund vjesh diçka, që anë, pse unë ty mos me thonë përgjegje, me ato shka di. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Shola ju heq, marë kështu mirë e keni nisën, edhe besoj që keni me kry mirë, se të tregohet mërami na çdo herë këtu, duhet me gjetën Dorentinën kuma. Mu është e kus është, e kur s'ka epizode. Jo, presim na, e di që dikon, Dikon po, Ja. dikon ka punu, ka gjallnu. me një fshati, me një komunje, kon, dika pa gjetë se na i dim këtë të përkon vërtet. Ka epizod që ju ka ikë. Valoj moj me thonë shumë rrallë. Nuk më mërmenja që nuk ka zua për minje kënë jemi dishka ekstra. Po mbot shumë qefi që ka Qenë marrë. aja emision. Lesin pëlqenë, po tani shumë ma interesoti, unë kom qefë si nashta unë me thonë që 90% fshatrat Kosovës nuk i di, shimkon. Asone, kur. E tashin në bosh tije, unë pe njoftoj qatë fshat. Edhe pe di që po unë do fshatra që shumë Afrikiem që tu, ku një dollë jo, ku më thonë, ale në këta fshatra, me kështu, po më duke shku me këmë Dubai. A i lulisi, po. Si pasur di që shqipon, kryesorja, po, unë i thom, qysh ky fshat kështu, me arrit. Që unë e një në ashtar visë si amen, po nuk im ko me vizitu. Ju kuptoj shumë qartë se kur e ka marrë këtë mision, kom thonë, s'ka fshatra të bukra. Kështë brenda vetës të isha fshat. Por që, kur ja kom fillu gjdo ditë se cili fshat ma i bukur se tjetëri. Edhe ai fshat kur nuk është shumë i zhvillum, njerëzit e bojnë fshatin e perfeksionojnë. Tash, po ta nguci pak nusën, a? Nuk po për një. Qa me nguci, shumë, qa po në konë. Kush? Musja? O, s'pa moj me thonë kur gjë shka pa në konë, po mirë, rejti zë. Ajde, më që ti. Cili po ja presh një qefi një tjetër ma shumë. Allahi, nuk pa në ka heskja. Që qështu? E ndrojmë. Allahi, po. A e ndrojmë? E ndrojna. Ju më të marrë ndrojnë, se me nënë që për njëme. Qësh po kalonin fshatin bardh? Mirë, shumë. Ja, mirë. Deli na ikona, po ju vjen na ikosha. Dolëm, edhe na vinë edhe dolëm. Apo ki shoqe këtu? Po, kem për mara. Dolëm e të shpesh, enë ma ne jekni. Mirë shumë një herë, deri shtash mirë. Që sa vite jeni martu? 24 vjetë. Po. A kanë qenë këtu kështu dy fesh, ama pak po duken, 24 vite. Ja, A të mëdhoja të vogla? mu më duket pak, se mirë kum ka leu. Deri shtash mirë shumë akon. Gjohën s'ka pos dhe shka vrejti, mirë shumë. Ja, mirë. Për juve?
24? 48 apo? Jo, 48 vëlloj. A 12? Ka herë besa edhe pa mdolli su me konë 2 vite, po ka herë sa 200. A din që është kur të bën nervoz, të bën 200-300. Gjashtu, ku të bën nervoz, më duket sa 200 jetë. Mirë, po ka herë ku është në rregull shto asje, thëmë, po jo, shu se mirë, të kom ardhi për makurs. Ja, po vazhdojmë, se shpër të mirë. Shka kime po jetë anë jetë, që shtu, me sfida. Ja, mirë, herë mirë. Mi, keni. Kemi thmije, djallin e kom me 2 mesat mira e kënëm që atu nuk i ndroj me palishishka. Ku ti kom atu që ku mi po 20 vjetë tu. Që për momentin nuk janë këtu, janë pëndinë për zërën. Kështu që mirë, jemi dishka... Të unë, si të mos të unë, e kom pak shnetën si me do kom, i kom problem, kom... Sëmë pa heci qa se... Ushtet normale si këtë dialogi i kemi qërtu. Mi mesatore me pas kryt rahat qaje. Po, mesatore, pas. Te loshe s'kemi, sen, ju me kuj shiqoj mirë, shkojnë, vim, me gjitha, sen nuk ka këtu, dishka me thonë një vrejtje. Kështu që, veç neta lypet. Po du me pyt nusën, ama shumë po e ndëgjën t'i burrin a këty. Bona gabim që e pyta? Une. Ti e ndëgjën ma shumë? Po, dihet. Na femnat gjithmonë të Po, ja unë nga. Ma shumë të jetin edhe këve vetë. Që dënë leta pranen, që s'dënë. Apo e pranën e ju? Po i nashta, du të me pranu shkom qore, ta se i karkua dhe këtyne sënë. A me ndënë që do të me konë drejtat e barabarta? Ju duhet me konë vetëm pak ti e pa shku më da. Allaj pak më ti e pa. Ma nalë se që u para po, a? Po, ka i më nalë Ana pak nuk dim. Po që të bërë. Sa t'ja morëm dorën kështë. Që të një problemi se po, si cëla, si femna, si më është i drejta, du të një posë barabarta e kontri. Pse kjo mos me posë drejta, unë e po, për shka? Shot në shekullin 21 ku jetojmë, kjo ka drejt me shku në pune, ka drejt gjitha shukun shamë unë që jam mushkë dhe sene, ka drejt me dollë me pi një kafe, i merë shoqë që të më thotë, tash pa morë parasysh, mirë bani, pëse, po tash qif shatre, si qyteti, tash njëjt janë. Mirë, po, dikur kush ka mënsi, dikush s'ka mënsi, dikush... Ka ndryshu Jo shumë... që e pengon dikush. Po, ka ndryshu shumë familjet në përgjithësi, nuk ka ma shumë aso familje patriarkale. Për shembull, pse unë me shku masojnë, sa më ka nevoj kjo me dalë me bledi shka për veti, i këmë thonë, që ku jenë autobusa, që ku markume, ose ku t'jo dalë me kjerën e qaj, shkon del, nuk e pengon kërkush. Ka nevoj për përcjas. Ja, pa përcjas mos si vjen shperje heq, do me dalë në kojshi me pi kafe, del, s'ki nevoj më vetë heq, edhe kështu që nuk ka mo diktaturë, cenzurë, mo kësukur për para, që s'ka guzuruja, një hap me dalë joja, nuk është ashtë. Ju po besoj e keni mrridh atë ku. Po qysh që kom rrjo ba se gjatë e 4 vjet i kom. Gjatë e 4 vjet, unë i kom rrjo një atë të kshijet. Cilin ku ma të arsyshme ju e sheni tash? Jo, ta me tashe tash nuk kraso dhe ku e të dy hesha ku ma zvet. Mirë po... Që me mund të shkome, po të Apo vetë. kesh përdorët pak kjo barazia gjenore, qa më ndën? Po i valohi tash, zotër sa shpedishëm me thonë, ashta dikonja i pelqen, dikoj si pelqen, po, pak po. Ja, po, pak po. Se burrat kanë qef kështu hala mu kullit, këta. Ja, valla, puna, viznjo. Burra në gjihin, a më burresa janë, s'ka më burra. Jo, valla. Ti që shtë mëne, me kom burra rrin not burrav. Se të rënë salon me gru, u kry ma beti. Unë pa të regoj. Ku për një adet, pra s'ka mo. Si cilë që rreti që të në salon me fmije, me asi, a i ma shkollo, shambën. Po më shtë të veti që unë i kulla këtu, ose unë i bëjnë kështu që ku për para. Jo sa ty kullëm tonë, tani s'djetë kush po kullët ma shumë. Bili, për kontra zi, saluan e është i fmijeve i grave. I bura sa heq. Po vaki që, e përgjën këtë të dytë që këtë në venit të sa heq, këtë me bunë sa heq. E, ku jenë kodat për para, aty tani azika i kubar që të sen. Aty jenë kol burat, u jashku tete oda ka për bukën, edhe aty tani burat kanë lafe, slafe, anina, knina, tash, jo, bër tash, sa është. Me humbjen e odave, i fitum edhe në drejtat. Unë ngritëm për shtet. Me humbjen e odav, u bunë gjithë barabartë. Si mashe, si femne, dhe kështu që edhe kje që sështë.
Shka thash me që Se familjari jem. familjarje, pse kjo me pas një këtu shamatoni një dhunë ose një Është nevoja. du me shku shko. Sot visa da ki. Mirë kuptim. Me mirë kuptim. Nashta unë s'kam po shko djeli shka, hadi shka. Me aq mundësi sa janë. Me mundësit, se s'redi shpijin e vetë, sa ka, të ardha. Jashtë në orë mësë nasë mujnë me dalë. Drejtet du të me posë, si fema, si ma që matin për sëtë që s'flitet, heqë që atë janë për që sëtë. Unë me thonë që 70% fema punojnë, i që që s'dënë. Qika, nusje, aja, kush do me punu, del punojnë, e ka rrugën e vetë, nuk ka sënë ma mirë si me posë dinarin. Se me konë, kjo shëmë në varën, dinarë tema që djallit e që ku vetë del mund me Fitu, po, e shëndush, po, mundesh me punu. me fiton dinarin e vetë, ja shpenzë vetë, s'thetë kush vala ja, ljupja filjarët e kjera, pse mësë me dole. Unë e veç po du me ju falendru për zëmërsisht, për pritin e mirë që na e keni bo sot. Ishte shumë knaci. Ndërë edhe për juve që një ardhë, që keni gjithë ku, që të mosh të une, që tash kush që ka orientu nuk për di, ne. Edhe ato unë ashta e falendrej. Jene shtëpia e parë që unë kam hynë kështë direkt me kamerë, ende nuk kemi eksploru kështë fshatin, kemi me marrë edhe shumë pamje, po besoj që kome taku banur ende, por që ju jeni të partë kështë, edhe ja kemi fillu shumë mirë. Jeni mirë se të ardhën, kur dënin, kur ndesh verë, ndesh njime, na që të një gjyrë qeli kim. Shkolli me kamerë pa kamerë, ma këtu në është. Herën tjetër me topona. Anë më në të ponë që halo ma mirë. Ai që shkom qefë në topona, harroj me folë krejt, s'di për çka ju marrë. Ej, kuko, Po ju falenderoj edhe njerë për zemërsisht, ishte shumë knaci, respekt. Falenderoj këtë familjen e mrekullueshme. Miru pafshim! Faleminderit shumë! Kjo po që ishte familje tipike shqiptare. So familjen e jem në kërkim çdo ditë. E kemi kalu një ditë shumë të mirë, të këndshme në këtë familje. Sa që ka bërë therë. Po shpresoj që kemi me arrit paktin me i marrë ca pamje të fshatit, por dhe ca intervista, e kemi shumë të prinë nxehtë, tash dola në ftoft, jam të bo ai të më ndëgju dhëm. Shumë ftoft, tash me shtemi, ma bën një halal nëse ja huqi dikon diçka, se nuk po di as çka po foli prej ftoftit, por ne nuk do ndalemi deri në fund të fshatit. Xhiruam si xhiruam, e rëndësishme fshatin do e keni, por e mirat mirës është me taku ende më shumë banor, në mënyrë me perfekcionu fshatin, me pas sa më shumë informacione për fshatin. Edhe kaq. Hajde po shkojmë po e komentojmë pak fshatin, nuk po m'pëlqen pjesa e mirëmbajtjes. Pra nuk është nivel, ka mbeturina aty këtu. Shtëpit janë të bukura. Mërgata ka kontribu si që ndëgjut edhe banurin në këtë fshat, përveç Mërgatës kanë kontribu edhe vetë banurët, pra me mjet e vetë anake kanë investu në fshatin bardh, e posh një qenë, po shpresoj që s'ka me në ndjekë sa po m'pëlqen kjo pjesa e trotuarit, nuk pas kam po ende kështu me, çka mi qujtë këtu bre? Si kocka, kubza matë mdoj edhe po m'pëlqen ngjyra e kuqe. Gjyra e kuqe shumë i ngjan, fshatit bardh. Hajde me qtemi, shoqëri, o mërdhina. Që te kapuqin, se ma mirë me kapuq. Jo, më se pa do të I ndërum që shje, Si, aje mirë, qefë, aje qefë, lodhë.
A e ke frenu mirë se për ma shkil komen? A përse nga të kjo spitalin? Nga të spitalin, po s'djeta pështaj. Qysh je? Mirë, falem Qysh po kaljani? Ha? Kam i dorë? Qysh po kaljani? Mirë. Afro pak. Qysh është jetesa në fshatin bardh? Mirë, shumë mirë. Ka diçka që mungon në fshat? Allah, për momentin ju. Unë po jeshoj juve me traktor, çka jeni të punu tash? Unë vetë jam gorbecor, për Gjermani e morë dhe kum ble një traktor veç për qef kështu hobi me bon. Po, më shëtit. Shumë i thjesht, shumë modest, nuk ma jep atë përshtypje që je mërgjimtor. Allah, si frëk jam që një edhe djetë atje. Po. I pari mërgjimtor që s'po i njihet parfumi. Ja, se unë jam punëtor. Qa punoni? Unë gjithë ka, si të vite shpia, qështu shkat kam nevoj, e më nejtë nuk muj. Se kanë qenë këto 10 vite në ngurbet, në cilin vend të më the? Jam në Minherne, me të Degentorfi. Po, që shenë kanë këto 10 vite për juve? S'ka me thonë, ma mirë si që tu në vend tonin s'ka kërkon. Me pas më gjinë tonë është ma mirë so atje. Se... Po, a me ndoj me nejtë edhe shumë gjata ju? Jo. A ke arrit me marrë vetën kështë të pakten diçka me grumbullu edhe që kur të vjesh në Kosovë me u këthy me pas diçka, me pas një bazament. Nuk është edhe pa grumbullimin që pa huti, po më të mire janë një 300-400 euro që tu so 3.000 që tje. Si jam vetë, familjen e kam këtu, edhe jam i knaqën se 2 djeli, kam i kumartu edhe jam i knaqën si ku morë atje. Se normal që s'ka me thonë se atje që ta thmin që lindë, që atje ata që të s'na vinë mo, se vendlindjen e ka një, për shembull si kur ti në vend tonë, nëse atë më tonë këtë fshati, vendin tanë nuk e le. Pi gërbetit humbje ka shumë, fitime s'ka. Humbje onë si e hu familjen, për e sopin tema, po këton. E me pas të, si kur dikushi që pi ma lakmi që bagera, në shaton, kem shtalla, kem gjitha sanet, që aja është... Jo veç pas këtë fillu me i ble disa pajisje dhe po m'duket që... Unë kom punu shumë me traktor, kom punu dhe sanë së më vynë, që prej gushtit dhejz në kohë, je morë që 5 ditë ladrej me tonë, shkojnë mali shepi, kafe, në boj, gjithë ka me traktor. Në falni se jam pak për gutë. Faleminderit shumë, faleminderit për kohën, respekt dhe juve, çdo të mirë, kaloni bukur. Faleminderit. Mërgjimtari i cili shëtitet me traktor në kohën kur është në Kosovë, po i kishtë edhe 10 vite që e kalon Kosovën, vendin e vetë, por që në një ditë, normalisht si shumë të tjerë, do të kthehet. Ju kërkoj falje për dorën gjep, por që kemi shumë ftohtë sot, sa që nuk e keni idenë, dhe kështu do funksionojnë gjatë ditës së sot me këtë në fshatin bardh, për shkak se po më northin durët, edhe që ky mikrofon akull është, se me kap një akull në dorë, po nesër dorzat, shpo i harrojmë këto dorza. Kohën e kemi, si që po e sheni, mjegull, zëmt. Fshati po duket me një sipërfaqe të madhe, ka shtëpia, i ka marrë edhe disa informacioni kështu prapa kamerës, që si çdo fshat po thuaj se edhe ky është i braktisëm në mas të madhe, pak të hekum lloqin, se mu ka bo 2 kat, por që edhe banorët cilët janë momentalisht në fshat, mirën me bujqësi, me punimin e tokave, ka dhe prej atyre që janë fermer, po shpresoj që do i takojmë për gjatë rrugtimit ton të sotëm. Pas ka prej dikosh lupen gjatë tash koha e postermave. Keni kombi busina, mini busina, 24 vite jeni një shofer. I pas e rritë shumë gjenerata. Po, i tjepër. Po, nxënësat po besoj janë të mirë. Mija janë nxënësat. Mija janë. Po. Si janë raportet e banorëve këtu në këtë fshat? Dhe mija janë shumë. Mija janë. Apo i punoni tokat, a jem të pa në sipërfaqe të mëdha? Tokat, jo bash nuk janë të punu. Pse? Pse i keni lënë? Po e pasojnë ma mje ma se më punu se me punu. E atëherë që shpo jetojnë, me çka po mirën? Ka një të bëllë për ojnë.
Kur të ka mjellë mbëll, tukën se po lënë. A martohemi me vetin këtë fshat? Jo. Se? Se që shtoa mirë për fillimet edhe smartohemi. A jeni një fis apo shumë fise? Dy fise. Berishë dhe Krasnisë. Mundësinë e pasit për që në shaj respekti po besoj. S'pa dolim. Raportet i keni të mira me banor? Mira shumë. A ka diçka që ka ndodhur fshat herë mos marrëveshje ose keq kuptim, ai një kop me vetin. Nga shta po, ata shjojnë që njësë të kërësu vjetë kënjën në jo. Po, a ka ndonjë ndryshim prej para luftës dhe mas luftës? Ka ndryshime, ka me u shpijat mira, gjinja, rrugte mira. Po. Kështu. Përveç shtëpive dhe infrastrukturës, a ka diçka të ndërtuar në këtë fshat ajo? Ja, s'ka. Vetëm shkolla, qendra mjekësisë familjare më duket e patet, a? Jo. Ose keni? Ja. Ajo ishte Oda. Ajo da për vdes, për shamë, që më është Me si i vod. prit mësafert. Po, si vod. Unë s'po ju marr kohë ma shumë me që edhe kemi i bort në zonë, sa të faleminderit. Çdo të mirë i ndërum. Për që ato mushe me kësyrë në këqyene që të muhet në të tina. Kismet. Ditën e mirë. Faleminderit, çdo të mirë. Faleminderit. Hajde po i shofëm bukurit që i ka fshati, veçurit, nuk po m'pëlqen mirëmbajtja shifeni mbeturina gjithandej, por në anën tjetër po m'pëlqen se është trotuari, pra një pjesë e shtruar në këtë fshat, e pas ka një market, jem të e po një banor. Përshëndetje! Si jeni? A folim para kamere? A e ki problem? Faleminderit. Dorontina. Kush jeni ju? Ademi. Ademi? Adem Krasniqi. Unë e kam bjemën Ademaj. Ademi. Po, Qysh je? mirë, Me hatë. shëndet, familja? Mirë, Qysh po kaloni? O, valloj dëshish. Si është jetesa në fshatin bardh? O, valloj për marrë kështë shatit barë, po unë jam darë një motër. Unë një mu, tash në ditë me falim e njerës. Pse? Qa është në pytje? Pyjtë janë që të sa mujnë me këqyrë, një më pjauh, tash, sa mujnë me A ka këqyrë. probleme me shëndet, motra, apo qysh? Aja tash ti ka le, pi vokti ka le, tash ti. E unë me tonë parë bërë, unë pi më hizmet, sa ka kështë në këqyrë. Sa mujnë me këqyrë, pa kanë që me që më shtimit. Shteti vinë më morë me këto, më orë më këqyrë njëherë shtetin, që kam sa në të leshtë më kaldohë dhe katoni për më luaj, që e kaldaj dhe aj. E, sa veti ka motra? Vallohi, është me thranë që se di. Shto. A është e reja, po ma në mosh? Jo, jam në moshën, një dorë që shto morë, sen, oftë në koshë. Do të atë ju kujdeseni Po, për të. unë, Edhe nga këndis, jo që ka në arrita me kuptu nuk është në gjendje të mirë mentale. par po dhe po, që ashtë. Edhe, si po ja delni? O, vallohi, që fa mujna. Kaldaj shtë shpjullë, si mua të me të posë, pas kaldaj drejtën jam. A para qëtë rëzik diqka? Ku t'i vinë ato rejve që ka gjonë, thënë. A i një drejtun të një herë në O, komuna, po diku? unë në komunë, më kohë, i këmë në shket letët po komunas, nuk pa vjenë me kësyrë, se unë i këmë në shket letët për me që më shtime, po, ja, alau të abonë të veria, ja, kështë, ja, po me zëbotë. Nga intervista ju po kërkoni që kushdo që shen këtë intervistë, Po, këtë dhe mu- bisedë, Po, dhe me orë me ardhë, me ju pa dhe me ju ndihmu, Po, dhe, edhe me drejtu Po, në shtime. po, Atëherë miq të mi, si që dini, emisioni u dedikohet fshatrave në për Kosovë, por në kësi rastin ne bëjmë përjashtime për gjithë ata cilë tashme kanë dëgju intervisten, u drejtohemi me i dalë në ndim zotri Ademit, pasi që e të regoj situatën, po me motren, i dojë marrëm edhe numrin kontaktues. anë faleminderit se jo, isha Allah qykë, rani, Allah i të dhosht. Amin, inshallah, që O, unë Allah, do e kam bëj ato qef. çka mundë. O, Allah, kam qef mirë me një pasha zotin, pasha të ditë zotit, kam qef mirë me një për ju bërë. Mua bon që të mirë, te i desë, të hinë në drofta, s'kam të harru. Pasha zotin. Kemi me u mundu, inshallah, do ja bërë një zgjidhje shumë shpejt,
edhe fal njerëzve Ani, zemër mirë faleminderit. dhe zemër madhe, po besoj Ani, që faleminderit kanë me pas Fene. interes edhe kanë me drejtu. Faleminderit shumë. Po, ne po e bëjmë që themi një shkeputje, po e marrim numrin kontaktues në mënyrë që njerëzit me pas më të lehtë dhe për ata të cilë dëshirojnë me orë me po edhe rostin kështu përse ofremi, e keni banurin këtu brenda fshatit dhe pastaj komunikoni edhe po besoj që doja bëjmë një zgjidhje, do mundohemi gjithsesi. Ani, faleminderit se ju e kalushi mirë. Çdo të mirë nderum. E faleminderit se ju shumë. Kalushi mirë. Inshallah. Qyshëm në inshallah një. Amin inshallah për gjithve. Vallahi kam qef mirë me një pasha zote. E miqtemi, numrin kontaktues e gjetëm Adem Alia Krasniqi. Për ata të cilët janë të interesuar me ndihmu kësaj familje, numri është 04441 Ka që nga kjo pjesë jem të e pa një kafe bar të Bojra, fshati Bardh. Hajde po futemi brenda se s'kem si ja bëjmë ndryshe, jeni të e pa pra gjendjen. Është shumë fshati pasiv momentalisht për shkak se nuk po takojmë banor, ne gjithsesi po futemi brenda kafes të shohim apo e takojmë dikë. Hajde. Edhe kemi nevojë, mos u mekni more. Hey, ka meten more? Hello. Përshëndetje. Me ka mirë jemi. Si jeni? Veç erdha me ju përshëndet. A je mirë, a je lot. Erdha me ju të regu që ka morë në fshatin Bardh, me ju përshëndet, edhe veç një 3 fjalë të shkurta për fshatin. Si është fshati Bardh? Fshati Bardh është mirë. A ka diçka që i mungon fshatit? Jo, nuk ka, kur gjo mirë është. Apo shkojnë punë gjithçka në rregull? Gjithçka në rregull, gjithçka në rregull. Apo keni ndonjë mosmarrëveshje, konflikt mes Kemi veti? harmoni mes veti, kemi një kuptim gjithçka. Për çka njën banorët e këtij fshati? Po me zakonisht mirë me bujqësi, edhe me mërgem janë shumica. Se e kanë lënë fshatin? Po i kushtë, menoj që janë kushte më të mira me pravu atje. Apo prej atyne që kanë shkuar dhe janë kthy? Po ka. Po nuk ka shumë, ama janë do që janë kthy. Po ta është rinia pa lakmujna, po që në shko është ma me li vetën, me gjithë vetën, ko është ma... Ju jeni pronari këtij lokali? Po ka punë? Po, ka, nuk është keq. Tash edhe kemi kohën e mërgatës, na kanë pështu, ja dhe të ngrej klientat apo e shen. Po, mirë se vinë. Komen e more, komen e... Të ngrej klienta sa të mujtë. Ja, po. Shumë mirë. A ka në ardhë mërgata ende, se s'po shëshëm levizje? Kënë ardhë, po 50% hallar s'kënë ardhë krejtë, me ka i 4-5 fundjavë janë krejtë. Sa kanë kontribu mërgata për këtë fshat? Shumë kanë kontribu, kanë ndryshu fshatën me edhe pimë ka e kafe, rrimë, bojmë Po bisedë. ullem, edhe po nxehem, edhe shumë bised jo po nxehem, njere po e pim një kafe se u më rëdhim sët. Dere mos e kena la hopum? Jo. Që qëta ta prunga pak diçka sa më smarë thot. Se qëto e kam unë shprehi ku do që shkoj të pakten në i bombonier të vogël, se e kam atë adetin e këtë në herit. Jeni një fes, më thanë që 2 fisë, 2 fisë, Berisha dhe Krasniqi. por që nuk martoni me zvi. Jo. E bëni në shej respekti, apo s'po dashurohen bre? Kam me që në pitë parëve trash këtu, dhe ne kalumes, jemi shumë ofër, edhe përqë jemi 2 mbjemra, po jemi shumë të ofër me zveti, kështu... Jemi, po, jo kam betë për kurs. A keni dikon që kujdeset për fshatin sa i përket mirëmbajtjes, i poshtë sa mbetërina në rrugëve kështë? Ka bos, tash momentin nuk ka, do të me këshyrë me, bon, tash si këta shka janë pak ma si mirën me këtë çështje. Me gjithë një që punën akoma herë, po tash momentin nuk është. Pse nuk është? Puna diçka nuk e di, puna financave apo çu shku nuk e di, ama do të me zgjidhje tash edhe me Shkollën e keshit, shkolla në klas 9 këtu. tjetër qa keni? Shkolla ambullant nuk ka. Shkolla është, Keni nevojë për një qendër mjekësisë familjare? po ka nevojë. Ka nevojë me pas, se ka raste të tjera. Tash edhe gjenerata shtyme ka janë, pa ka nevojë me asë. Ashtë folë që ka me u ndërtu edhe këtu? Nuk e di, nashta fut për tash premtimet janë, po nuk e di sa realizohen, sa bon, nuk e di. Presëm e tarme, është me fshat të ofër neve është, një që qanë, vogël është. Bëdha një që të për njerë. Apo të në nuk ka, presëm nashta. Vëllani Cisha, a i fshati shumë i bukur ka Po, qenë. shumë.
Shumë ata kanë marrë iniciativë edhe jo të hesë më para. A keni kryetar të fshatit? Po tashti e kemi kryetarin tonë, po se na si kështu e kanë bën në 2 fshata, në 3 fshata, në kryetar, e kanë bën komuna. Po, lagje që shini aty. Po e kemi përfaqësues të lagjeve dhe kryetarin e fshatit. Por që këtu ende nuk e keni, a? Jo, e kemi, po kështu për komuna, si komune ka vendosur me kon 2 fshatra ose 3, një kryetar me kon me si. Apo na kemi përfaqësuesin tonë, ata të vetën edhe një kryetar kanë përbashkët. Qartë. Apo punon tokat? Po kanë nis, tash kohës fundit kanë nis më herët, janë kom më ase tash janë to punon pak më. Çka po kultivohet më shumë ti? Shumë këto ka gruni, misri, qëto më shumë, edhe serat, po, punojnë. Familje që mbohet vetëm nga pjesa e punimit tokave. Ka. Qa mendon, a është e lavërdishme si punë në ditët e sotme kjo puna vojtësisë? Ka lavërdi. Por që është lënë mrapa shumë. Tu e kështu kohët e më hershme, që janë ka si s'ka lavërdi edhe kanë metë, edhe kanë mërë me shkutën një jashtë, po tash e kanë pasur që ka diçka. Ka diçka dhe nuk është e pa tema. Hajde po i pim kafet që t'na kafet mos bëni shumë zhurmë, se na keni pengu një intervistë. Që t'na kafet, një të vogël. Mishe mi po i pim kafet, po nxehem pak se është -20. Shumë ftoftë kemi sot. Rikthehemi në pjesën tjetër të fshatit që ndroni me neve. Ky pra ishte fshati Bardh, komuna Malisheves. Faleminderit banorëve të mrekullueshëm që e kanë dasë sot kohën me neve dhe për juve. Bashkë takohemi në fshatin e Rodhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje!